Rruga që dilte nga porta perëndimore e qytetit El Fasher ishte mbushur me trupa të pajetë. Ndërsa njerëzit përpiqeshin të largoheshin nga kryeqyteti i Darfurit Verior në Sudan, i cili javën e kaluar ra nën kontrollin e forcave paramilitare, Rapid Support Forces apo RSF, ata u gjendën duke ecur mes të vdekurve. Njerëzit thonë se kjo është si gjenocidi i Ruandës, tregon një dëshmitar. Një shkallë vrasjeje aq e shpejt sa është e pabesueshme. Dhe ndërsa populli i El Fasherit që kishte mbijetuar për më shumë se 500 ditë rrethim nën kushte urie, përpiqej të dilte, RSF duke përdorur armë dhe teknologji që besohet se janë furnizuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, i nështroi ata para tmerrit të paimagjinueshëm. Burrat ndaheshin nga gratë dhe fëmijët dhe ekzekutoheshin. Djem 2 vjeçar vriteshin, shpesh para syve të familjeve të tyre. Pengjet mbaheshin për shpërblim, detyroheshin të kontaktonin këto që njihnin për transferuar shuma të mëdha përmes aplikacioneve bankare në telefon. Gratë, sipas dëshmitarëve që folën për Middle East Eye, u përdhunuan, u kontrolluan me dhunë dhe u sulmuan seksualisht. Disa u mbajtën peng në vend të shpërblimit. Civilët qëlloheshin në vend, të akuzuar se ishin pjesëtar të forcave të armatosura sudaneze që janë në luftë me RSF-n që nga prilli 2023. Qytetarë sudanez u vranë nga luftëtarët e RSF-s për shkak të përkatësisë etnike ose ideologjisë së përcaktuar politike. Disa prej tyre që përpiqeshin të largoheshin nga tmerret e El Fasherit ranë në hendekët që rrethojnë digën e tokës përreth qytetit. Sipas Humanitarian Research Lab të Universitetit Yale, operacionet për zhdukjen e trupave janë duke u zhvilluar në El Fasher nën kontrollin e RSF-s, teksa dëshmitë e masakrave vazhdojnë të shtohen. Paramilitarët që po vrasin njerëz më shpejt se sa mund t'i varrosin, janë detyruar të përdorin varre masive. Të mbijetuarit arritën të dilnin përdej portave, fillimisht në Gurney, jashtë portës perëndimore, e caktuar nga RSF si pikë grumbullimi për civilët që iknin. Më pas, ata esnin në përshtigje dhe ferra drejt sigurisë relative të qytetit Tawila në perëndim të El Fasherit. Por rrugtimi i tyre ishte i mbushur me tmerr. Qindra fëmijë humbën prindërit ose u ndan nga familjet dhe mbërritën në Tawila në gjendje të mjerueshme, pasi kishin ecur rreth 70 kilometra. Mohammed Hassan nga El Fasheri tregoi për Middle East Eye se kishte parë 10 trupa nëpër rrugë. Ai tha se kishte parë njerëz që iknin në çdo drejtim dhe luftëtarë të RSF-s që i mblidhnin dhe i pushkatonin. Jetoj jo larg Universitetit të El Fasherit, kam parë RSF-n që mblidhte 10 njerëz brenda universitetit dhe i vriste pa mëshirë. Mund të numëroj më shumë se 40 persona të vrarë aty brenda, tha ai. Në lagjen Daraja Ula, ku shumica e civilëve ishin fshehur ditët e fundit para se qyteti të binte, RSF hyri në shtëpi më shtëpi dhe qëlloi mbi të gjithë. Ata ndanin burrat nga gratë dhe fëmijët, i fyenin dhe i qëllonin burrat rastësisht. Nëse i akuzonin se ishin ushtar të Safit ose të forcave alate, i ekzekutonin me njëherë. Në të njëjtën lagje, Human Research Lab e Yales ka identifikuar varre masive pranë një xhamie, rreth 200 metra në veri të Spitalit Saudit, ku sipas raportimeve 460 pacientë dhe shoqërues të tyre u vranë nga RSF-ja. Videopamjet verifikuara nga Middle East Eye tregojnë luftëtarë të kësaj fuqie paramilitare që lëvizin nëpër spitale duke qelluar mbi çdo që kishte mbetur gjallë. Një banor tjetër i El Fasherit tha se kishte parë njerëz të vrarë për shkak të përgatësisë etnike. Luftëtarët pyesnin viktimat: "Nga cili fis je?" Dhe kur përgjigja ishte Zakhawa, i vrisnin me njëherë. Grupi i forcave të përbashkëta përbëhet kryesisht nga luftëtarë të fisit Zakhawa, një grup jo arab që jeton në Çadin Verilindor dhe Sudanin Perëndimor. Amira, një nën nga El Fasheri, tregoi se ajo dhe familja e saj u ndaluan nga forcat armatosura me uniforma të RSF-s. Burrat u ndan dhe u vranë. Gratë dhe fëmijët u detyruan të ecnin për 10 orë mbi tokë të mbuluar me ferra. Njerëzit u ekzekutuan para syve tanë, tha ajo. Baballarët u vranë, vëllezërit u rrëmbyen dhe gratë u përdhunuan para nesh. Në atë moment, mendon vetëm si të mbjetosh. Ata ishin si përbindësha. Ne uroja të vdisnim sepse ishim të raskapitur, tha një e mbjetuar. Sipas Amiras, përmasat e përdhunimeve ishin shkatruese.
Ministri e Mirëqenies Sociale të Sudanit, Sulajma Sharif Ishak, tha se ashtu si në qytetin El Geneina, ku RSF kishte kryer masakra dhe përdhunime, edhe në El Fasher, gratë që kërkuan streh në universitet, u sulmuan dhe u përdhunuan brenda. Kreu organizatës lokale Ice for Peace and Development, Al-Tahir Suliman, tha se të paktën 3.000 njerëz janë vrarë në marrjen e El Fasherit nga RSF-ja. Mijëra të tjerë janë zhdukur. Rrjeti i mjekëve të Sudanit deklaroi se RSF-ja po mban mijëra civil brenda qytetit, duke u konfiskuar çdo mjet transporti. Syt tani janë kthyer ka Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat konsiderohen si sponsori kryesor i RSF-s.